Historia e lekut. Nga e ka prejardhjen moneda shqiptare, leku shqiptar u fut për herë të parë në përdorim nga mbreti Ahmet Zogu, në vitin 1924. Emërtimi i tij lidhet me historinë dhe trashëgimin kombëtare, duke i bërë nder Aleksandrit të Madh, mbretit Maqedonas, i cili njihet gjithashtu nga shqiptarët si Leka i Madh, por kryesisht është konsideruar në nderim të feudalit shqiptar Lek Dukagjini. Drejtoria e përgjithshme e arkivave, pak kohë më parë, theksoi se origjina e emrit të monedës ka qenë subjekt diskutimi i gjatë dhe i shumanshëm. Sipas hipotezës së studiuesve italian të publikuar në botimet e viteve 30 dhe 40, emërtimi mund të ketë rrjedhur nga emri krishter i heroit ton kombëtar, Skënderbeut. Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe hipoteza të tjera që sugjerojnë se emri është vendosur në nder të Aleksandrit të Madh apo të Lekës së Madh. Në bisedimet parlamentare të vitit 1922, disa nga propozimet për njësim monetare ishin Skënder ose Shqipe. Deri në vitin 1947, kur u miratua dekretligji përkatës, kartmonedat frank qarkullonin paralelisht me leku. Moneda shqiptare lek doli në qarkullim për herë të parë në shkurt të vitit 1926 dhe emri i saj lidhet kryesisht me Aleksandrin e Madh, emri të cilit në gjuhën shqipe shpesh shkurtohet në leka. Portreti i Aleksandrit shfaqet në pjesën e përparme të monedës 1 lek, ndërsa pjesa e prapme e tij e tregon atë mbikal. Emri Qindark rrjedh nga fjala shqipe qind, që do të thotë 100. Leku është emëruar në nderim të Lekës së Madh. Emri Qindark vjen nga gjuha shqipe 100, pra 100. Kështu që Qindarka e ka kuptimin e njëjtë me centime, cent, centesimo, eurocent, et. Deri më 1912, Shqipëria përdorte lira osmane, valutën otomane. Pas pavarësisë, një periudhë e kaosit politik vonoi paraqitjen e një valute kombëtare, deri më 1926. Gjatë kësaj kohe, shumë valuta të jashtme qarkulluan në vendin ton, veçanërisht ato të Unionit Monetar Latin. Disa para në letër u prodhuan gjatë kësaj kohe. Kartmonedat u prodhuan për Beratin, Gjirokastrën, Korçën, Shkodrën dhe Vlorë. Denominimet përfshinin para dhe grosh, barazme në njësitë e lirës turke, lirës italiane, franga argjent, frankës, qint, qintar dhe skender. Shini franga korçare, skender korçar dhe franku vlonjat për më shumë. Emërtimi vjen përnder të Aleksandrit të Madh, mbretit Maqedonas, që ndryshe quhet edhe Leka i Madh ndër shqiptarët, por kryesisht emërtimi vjen në nderim të feudalit shqiptar Lek Dukagjini. Leku ka qenë në prerje ari, argjendi dhe bronzi. Në vitin 1926, Banka Kombëtare e Shqipërisë prezantoi kartmonedat në vlerat 1, 5, 20 dhe 100 franga ari. Në vitin 1939, kartmonedat u emetuan në vlerat 5 dhe 20 franga. Ato u ndoqën në vitin 1944 nga kartmonedat 2, 5, 10 lek dhe 100 franga. Në 1945, Banka e Shqipërisë emetoi më shumë kartmoneda të bankës në vlerat 10 lek, 20 dhe 100 franga. Kartmonedat të rregullta u emetuan edhe gjatë vitit 1945 në vlerat 1, 5, 20, 100 dhe 500 franga. Në vitin 1947, doli dekretligji R 445, datë 7, 7194/7, biheqjen nga qarkullimi të banknotave të quajtura franga dhe emetimin e një emisioni të ri. Si njësia bazë e monedës në vend të frangut u caktua leku. Sipas Wikipedia, në 1947, leku u adoptua si vlera kryesore me kartmoneda 10, 50, 100, 500 dhe 1000 lek. Në drejtimin e Benito Mussolinit, Italia pushtoi Shqipërinë dhe emetoi një seri të re monedash në vitin 1939 në vlerat 0, 20, 0, 50 dhe 1 lek prej materialit të qelik të pandryshkur, si dhe moneda argjendi 2, 5 dhe 10 lek. Monedat dole në qarkullim deri në 1941 dhe kanë portretin e mbretit italian, Vittore Emanuel, në pamjen e përparme, si dhe shqiponin italiane dhe Shqeparin në pjesën e mbrapshme. Në 1947, pak pasi Partia Komuniste erdhi në fuqi, monedat më të vjetra u tërhoqën nga qarkullimi dhe u paraqitën zinku, 1, 2 dhe 5 lek. Të gjitha këto përshkruanin simbolin kombëtar socialist. Kjo seri u prodhua përsëri në 1957 dhe u përdor deri në vitin 1965, ku ndodhi edhe reforma e monedës. Lufta. Në Shqipëri, në vitet pas luftës së parë botërore, ishte një rëmujë e vërtet për sa u përket prerjes së monedave, të cilat ishin edhe lokale, PSH. Kartmoneda e hedhur në qarkullim në Bashkinë e Vlorës në vlerën e 50 karte, kishte figurën e Ismail Qemalit. Ajo e Bashkisë së Korçës ishte ende kartmoneda që hodhën francezët.
Në shkallë vendi kishin filluar prerjet 20 dhe 5 franga, si dhe moneda metalike prej nikeli me figura e simbole nga më të ndryshmet. Ekonomist vendas dhe specialist të huaj dhan alarmin se nuk mund të ecej më me këtë gjendje. Në këto kushte në Parlamentin shqiptar, në vitin 1923 u diskutua për një monedhë shqiptare, të emërtuar me një emër shqip. Propozimi erdhi nga vetë Zogu, dhe po vetë ai tha edhe emrin që do të mbante monedha në të ardhmen. Do ta quajmë lek, tha ai, në nder të Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Po pse propozoi Zogu që kartmonedha jon të mbante emrin e Aleksandrit të Madh? Të gjithë prisit shqiptar e kanë patur idhull Aleksandrin e Madh. Piruaj e pirit shkonte deri atje sa të thoshte se kishte lidhje gjaku me lekën. Skënderbeu i mori emrin Iskander dhe simbolet, brirët e dhis. Viti 1929-1957 janë realizuar prerjet e kartmonedhave 10, 50, 100, 500 dhe 1000 lek. Karakteristike e tyre është se vazhdojnë të mbajnë portrete partizanësh, portrete Skënderbeu. Në disa prej tyre kemi portretin e një korse gruri, të një traktori me goma që ngarkon demek gruri, të shtyllave të tensionit të lartë, të një minatori me pistolet, etc. Këtu fillojnë të pasqyrohet puna dhe aktiviteti i shoqërisë socialiste. Është një karakteristik që portreti i Enver Hoxhës nuk është në asnjë monedhë dhe në asnjë kartmonedhë. Pas vitit 1957, janë bërë një sër prerjesh të tjera. Në 1964, u këmbye leku nga i vjetër në lek i ri dhe u realizuan prerjet e 1, 3, 5, 10, 25, 50 dhe 100 lek. Për herë të parë është prerë kartmonedhë 3 dhe 25 lekëshe. Pas vitit 1992, u realizuan një seri prerjesh të reja në monedhë dhe në kartmonedhë. Kartmonedhat e reja kanë më shumë elemente sigurie se kartmonedhat e mëparshme.